إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbullti Rasul Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën dhënësi i sadakas dhe tubuesi i zekatit. Vëllezër të dashur, me këto dy çështje, ne sot inshallah taala do të përfundojmë edhe kapitullin mbi dhuratat, sadakat apo temat kryesore që kanë të bëjnë me dhënien apo me shpenzimin e pasurisë. Një nga parimet islame sa i përket shpenzimit të pasurisë është edhe ajo se nëse një person e sjell një sadaka, qoftë në xhami, qoftë personit fizik i çon sadaka, kjo është rregull. Atëherë, ai që është në xhami që e pranon sadakan, apo që është i nevojshëm dhe e merr sadakan nga ai që e jep, ky që e merr duhet të sillet mirë dhe të bëj lutje për dhënësin e sadakas. Pra, edhe nëse në xhami, ti jep dikush për xhami, për fukara, për ndonjë projekt, ti që je organizator, ti duhet të sillesh shumë mirë dhe një nga ato sjellje që kërkohen prej teje dhe prej meje në këtë rast, është që ti të bësh lutje për atë që e sjell sadakan. Thot pejgamberi alayhis salam, kana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha atahu qaumun bi sadaqatihim qal, pejgamberit alayhis salam kur i vinte dikush dhe sjellte sadaka për diçka, ai thoshte Allahumma salli alaihim, o Zot, bekoje këtë dhënës të sadakas, ose me lutje tjera, Allahu të bekof, Allahu të bekof pasunin, të ashtof, pra kryesorja është prej rregullave dhe parimeve të bëhet lutje. Fetau abi Abu Aufa bi sadaqatihi faqal, edhe tregon transmetuesi, dhe unë kam dëgjuar që kur erdhi babai im dhe solli sadaka, që ka qenë nxënës i pejgamberit sa, babai ati ka ardhur, ka sjell sadaka te pejgamberi alayhis salam, faqal Allahumma salli ala Ali Abi Aufa, unë kam dëgjuar kur tha pejgamberi sa, o Allah, bekoje familjen e Abu Aufa, që ishte babai i transmetuesit të hadithit. Ndërsa nga rregullat, parimet e tubuesit të zekatit çtash, i kisha që ta sjell vet. Po nëse ai që tubon çash zekatin, se në shariat, në shtetin islam, atje ka një komplet ministri, është e zekatit, që merret me inspektimin e pasurisë, ato që afish zekat, krejt domethënë, ajo e mat. Dhe punonjësit e kësaj ministrie, kur do të shkojnë te të pasurit dhe do t'ja marrin 2.5% zekat nga e gjithë pasuria e tyre, çfarë thot Islami? Edhe ky që është i pasur dhe i ka ardhur nga shteti që t'ja merr 2.5%,
se është obligim fetar, Zoti ka caktuar ashtu, edhe ky i pasurit duhet të sillet jashtëzakonisht mirë me punonjësin në ministrinë e zeqatit. Pra ti pres mirë dhe të sillet mirë. Argument hoxha për këtë, kemi hadithe pejgamberit sa ku thotë, qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idha atakum mutasaddiq falyastur ankum wa huwa ankum radin. Kur t'ju vi ai që t'u bën zeqatin, çfarë? Jeni nga ata të cilët kur do del ai të jetë i kënaqur me bashkëpunimin tuaj me ata që do të vinë dhe do ta bëjnë zeqatin. Lësë Allahun e madhërisëm, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na jep pasuri o Zoti i gjithësisë neve, fëmijëve tonë dhe mbarë besimtarë musliman, pasuri me të cilën ne do të ruajmë nderin dhe dinjitetin ton dhe nuk do të bëhemi të varur nga të tjerët. Po ashtu na jep atë pasuri o Allah, me të cilët ne do të arrijmë edhe kënaqësinë tënde. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.